Personat që ha në djathë duhet urgjent ta dëgjojnë këtë, do ngeleni pa fjalë. Të gjithë kemi pritur për një rezultat të tillë. Cilat janë përfitimet kryesore të djathit sipas shkencës? Në të vërtetë, a është djathi më i miri për ju? Mendimi i shkollës së vjetër është se djathi nuk bën mirë për shkak të gjithë yndyrës së ngopur, por kërkimet të reja vënë në pikpyetje lidhjen ndërmjet yndyrës së ngopur dhe sëmundjeve të zemrës. Para se të fillojmë, bëni një like videos dhe ju lutem klikoni subscribe, do të na ndihmonit shumë. Në fakt, ngrënia e djathit lidhet me përfitime të shumta shëndetësore. Këto janë arsyet kryesore pse djathi duhet të shtohet brenda normës së lejuar vazhdimisht në dietën tuaj. Ai ndihmon edhe në uljen e riskut të sëmundjeve të zemrës. Disa studime sugjerojnë se djathi mund t'ju shpjegojë të ashtu quajturën paradoksin francez, pikërisht për faktin se francezët kanë norma më të ulta të sëmundjeve të zemrës. Pikërisht këta anti-inflamatorë të tyre japin rezultate mjaft të mira ushqyese në dobi të shëndetit dhe lehtësojnë komplikacionet e tij. Shtimi i djathit në vaktet tuaja ditore do të luajë një rol të mirë parandalues kundër këtyre inflamacioneve. Pra, një raport i vitit 2016 ka analizuar rezultatet e 31 studimeve që krahasojnë se njerëzit që pinë qumësht kanë një zhvillim kardiovaskular më të vogël. Një gjë e tillë është se 2 copa djath në ditë mund të japin rezultate fantastike për mbrojtjen e shëndetit dhe lehtësimin e komplikacioneve të tij. Nëse doni të merrni përfitimet e djathit në dobi të shëndetit tuaj, sigurohuni që atë ta konsumoni siç është dhe rreth 40 gram djathë çdo ditë i përgatitur vetë është një nga përzgjedhjet më të mira ushqyese në dobi të vlerave të shëndetit dhe lehtësimin e komplikacioneve të tij. Ekspertët shtojnë në një zëri se djathi gjithashtu është shumë i mirë edhe për shëndetin tuaj kundër luhatjeve të sheqerit në gjak. Konsumi i porcioneve të djathit në ditë mund të ulë riskun e zhvillimit të diabetit të tipit 2 me të paktën 8%, thot një analizë e publikuar në Clinical Nutrition American Journal. Ka shumë lajme të mira në një studim të tillë. Njerëzit të cilët hanë 3/4 e filxhanit kos për ditë kishin gjithashtu edhe një risk më të ulët. Një studim tjetër i kryer nga American Clinical Nutrition Journal ka cituar se djathi mund të konsumohet në formën e tij të papërpunuar dhe të zvogëlojë rezistencën ndaj insulinës. Mund të shmangë gjithashtu edhe problemet të organizmit, thonë studiuesit. Personat të cilët e konsumojnë djathin kanë një mbrojtje më të mirë edhe për shëndetin e organizmit tuaj në tërësi. Ato ndihmojnë edhe kundër problemeve të radikaleve të lira. Ekspertët thonë se djathi, sipas një studimi të vitit 2016 të botuar në Journal of Clinical Nutrition, personat që konsumonin djath patën gjithashtu një mbrojtje më të mirë të organizmit të tyre në betejën kundër shqetësimit që shkaktojnë radikalet e lira në organizëm. Ata shtuan se djathi është i mirë për shëndetin dhe ai mund të përmirësojë shumë aspekte të organizmit tuaj duke mbajtur larg edhe komplikacionet e tij. Të mirat që do të merrni nga djathi do të jenë të larmishme për rigjenerimin e shëndetit dhe parandalimin e inflamacioneve. Ekspertët thonë se djathi përmirëson nivelin e kolesterolit në organizmin tuaj. Mbajtja e shëndetshme të zemrës mund ta realizoni edhe me konsumin e një cope djath. Një studim i vitit 2015 krahasoi kolesterolin e gjakut të njerëzit që hanin një dietë të caktuar, që përfshinte gjalpin ose djathin në të. Personat që konsumonin djath kishin një përmirësim më të mirë dhe më të dukshëm të organizmit të tyre. Ndaj, ata e cilësuan djathin si një prej përzgjedhjeve më fantastike për shëndetin, dhe si i tillë ai duhet të konsumohet me kujdes në përditshmërinë e dietës suaj. Dhe rezultatet që do të merrni do të jenë gjithashtu mjaft fantastike. Djathi ju ndihmon të qëndroni më në formë. Kjo ndodh falas substancës butirate që gjendet në shumë lloje të djathrave. Studimet këshillojnë që djathin ta konsumoni ashtu siç është në dietat tuaja ditore, dhe rezultatet që do të merrni në këtë aspekt do të jenë të menjëhershme dhe mbi të gjitha do të mbani larg inflamacionet.
Djathri ka një sasi të lartë të substancave që nxisin të keni një stomak më të fortë, më të shëndetshëm dhe të evitoni gjithashtu komplikacionet e tij. Ndaj sigurohuni që djathin që konsumoni në dietën tuaj ta keni sa më natyral dhe gjithashtu të nxisni një organizëm më të fortë. Djathi do të nxjisë edhe një mbrojtje më të mirë kundër problemit që shkaktojnë radikalet e lira. Një nga studimet ka dalë në përfundim se butirate, kjo substancë që gjendet te djathi, mund të mbrojë kështu zorrën e trashë nga shfaqja e problemeve të radikaleve të lira në tër, duke reduktuar inflamacionet dhe duke sjellë rezultate më të mira ushqyese për shëndetin e zorrës dhe duke lehtësuar kështu komplikacionet e tretjes. Shtimi i djathit në vaktet tuaja ditore do të jetë një mburojë shumë e mirë për masën tuaj muskulare. Djathi është shumë i pasur me proteinë, një përzgjedhje kjo e shkëlqyer për të ndërtuar kështu masën tuaj muskulare. Kjo pasi proteinat që ato përmbajnë janë të përbëra nga aminoacidet të cilat janë elementë që ndërtojnë indet të muskujve tuaj. Djathi gjithashtu është shumë i mirë për shëndetin tuaj të kockave. Duke qenë se djathi përgatitet duke realizuar atë me qumshtin, ai është i pasur me nivele të larta të kalciumit, që është shumë i rëndësishëm për shëndetin tuaj të kockave dhe lehtësimin e problemeve të frakturave. Dietologët thonë se vetëm 28 gram djath parmigian ju jep 336 mg kalcium. Kjo është një sasi e mjaftueshme ditore për nivelet e kalciumit për të qenë më i fortë, më i shëndetshëm dhe të evitoni kështu edhe komplikacionet e nyjeve. Ndaj shtoheni djathin në të mirën e shëndetit tuaj dhe rezultatet që do të merrni në këto situata do të jenë në favorin tuaj të nyjeve. Djathi është i mirë gjithashtu për shëndetin tuaj të dhëmbëve. Kjo fal përmbajtjes së kalciumit dhe të fosforit. Këto dy element do të luftojnë acidin laktik që gjendet kryesisht në gojën tuaj dhe do të pengojë gjithashtu dëmtimet që i shkaktojnë smaltit, i cili do ju shërbejë dukshëm të ndjeheni edhe më të gjallë pas një aktiviteti të dobët që dëmton shëndetin tuaj dentar. Djathi mund të parandalojë në mënyrë të mirë edhe shfaqjen e luhatjeve të sheqerit të lartë në trup. Ekspertët besojnë se kjo mund të jetë falë një substance që quhet butirate, shumë e rëndësishme kjo për të përmirësuar organizmin dhe për të mbajtur larg komplikacionet e tij. Ekspertët shtojnë se shtimi i djathit në dietat tuaja ditore do të jetë një nga elementët bazë më të mirë edhe për shëndetin tuaj. Ka shumë mundësi që kur bëhet fjala për qumshtin, të bëni edhe përzgjedhjen më të mirë që mund të arrini të merrni një djathët cilësor, i cili do ju ndihmojë dukshëm në mbrojtjen e organizmit dhe lehtësimin e komplikacioneve të tij. Djathi është një nga burimet më të mira të lëndëve të duhura ushqyese, që mund të nxjisën të keni një organizëm më të shëndetshëm, më të fortë dhe të mbani larg komplikacionet në shëndet. Djathi është një nga burimet më të mira të kalciumit, yndyrnave dhe proteinave. Gjithashtu ai do të përmbajë nivele shumë të larta të vitaminës A, vitaminës B12, gjithashtu vitaminës C, zinkut, fosforit dhe riboflavinës. Shtimi i djathit në vaktet tuaja ditore do të ofrojë gjithashtu një mbrojtje më të mirë për shëndetin tuaj të zemrës. Sipas ullëtimeve, produktet e fermentuara që përfshihet kosi djathi kanë një efekt pozitiv në shëndetin tuaj kardiovaskular. Ato sigurojnë gjithashtu lëndë ushqyese me veti të forta anti-inflamatore, duke u siguruar që të keni një mbrojtje më të mirë të shëndetit të zemrës dhe të lehtësoni gjithashtu komplikacionet e saj. Shtimi i djathit në vaktet tuaja ditore mund të jetë një nga mënyrat më të mira për të nxitur një organizëm më të fortë, më të shëndetshëm dhe mbi të gjitha të evitoni komplikacionet e shëndetit. 40 deri në 50 gram djathë çdo ditë është një mundësi shumë e mirë ushqyese për organizmin tuaj. Sigurohuni që djathin që shtoni në dietat tuaja ta keni sa më cilësor dhe mbi të gjitha të merrni ndikimin e tij pozitiv në mbrojtjen e shëndetit dhe parandalimin e komplikacioneve. Djathi që shtoni në dietën tuaj duhet të jetë të cilësor dhe më mirë do të ishte djathi përgatitur vetë. Vëmendje, ju bëjmë me dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë.
të mos zëvendësojnë në këshillat e mjekut tuaj ose ato të ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor, dhe nuk kanë për qëllim që të mbulojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose dhe efektet e tyre negative për shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë e tu.